Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allah në madhuar e falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, deri më tani kemi përmendur disa raste rrëfime që i ka përmendur dërguari alayhi salatu wassalam dhe ne janë përcjell përmes rrugëve shumë të sigurta dhe të vërteta, të sakta. Gjitha ato rrëfime nuk kanë qenë thjesht një shpalosje historike, por kanë qenë me karakter edukativ, frymëzues dhe udhëzues për neve që përmes asaj që na ka rrëfyer i dërguari alayhi salatu wassalam, ne të marrim mësimet e duhura, veçanërisht për pyetjen që kemi ngritur nga fillimi i serisë, si i adolën. Nga se kemi thënë njërin këtë dunja ballafaqohet me situata, kriza, probleme nga më të ndryshmet, dhe padyshim se është shumë e natyrshme dhe shumë është normale që njeriu të kërkon zgjidhje. Pastaj kërkimi i zgjidhjes a bëhet përmes rrugëve të duhura, a bëhet përmes mënyrës së duhur, kjo është çështje krejtësisht tjetër. Andaj si duhet mi dalë edhe në situata të ndryshme, kemi përmendur rrëfime të njerëzve të ndryshëm, qysh ata ja kanë dalë, dhe kemi bënë një përmbledhje pastaj për këtë në takimet e kaluara. Nga sot do të fillojë një rrugtim të ri me disa udhëzime të rëndësishme që nuk dalin jashtë natyrës së asaj që kemi folur deri më tani. Por kësaj radhe nuk ka të bëjë rrugtimi jon me disa rrëfime, me disa personalitete, por ka të bëjë me një. Do të marrim një personalitet dhe atë ta studiojmë për disa takime me radhë, duke u ndalë në stacionet më të rëndësishme të jetës së tij. A thua vallë për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Sa që përfundojmë të ndërruar vëllezër shpjegimin e jetës së pejgamberit son, prapë shohim se etja e njerëzve dhe nevoja tyre për të shtohet edhe më tepër. Veçanërisht në kohën tonë kur më të vërtet janë shtu zhurmat, janë shtu mjegullit, paqartësit, janë shtu shumë udhëzime që nuk udhëzojnë, por devijojnë, shtohet edhe më tepër rëndësia e kësaj teme. Biografia e pejgamberit alayhi sallam është e gjatë, ka detaje të shumta. Dietarët janë qasur nga kënde të ndryshme dhe është me të vërtetë e pamundshme me një jetë me përfundu, mos flas me një cikël ligjëratash. Andaj ne do të përzgjedhim disa stacione nga më të rëndësishmet nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam, që përmes këtyre stacioneve të mësojmë si ishte Muhamedi alayhi salatu wasallam. Çka mund të mësojmë ne nga jeta e tij për jetën tonë? Çka mund të mësojmë ne nga koha e tij për kohën tonë? Çka mund të mësojmë ne nga mësimet e tij për situatat dhe rrethanat tona që ne po kalojmë? Fillimisht dua që të përmend disa pika të ndërruar që janë të shumta, por disa prej tyre që dëshmojnë rëndësinë e këtyre mësimeve dhe arsyen pse ne duhet në vazhdimsi të miremi me biografinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Sot ndërruar përkundër faktit se ka shumë libra, ka mundësi të shumta të njihemi më të vërtetë në detaje në udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, me jetën e tij, megjithatë njerëzit janë të varfër në këtë aspekt. Përpara ndoshta mundësia për mi pas të mësime ka qenë më e varfër, por njerëz në raport me të mësime kanë qenë më të pasur. Sot jemi pasuruar me mundësi, por jemi varfëruar me shfrytëzimin e mundësive. Andaj është me të vërtetë për fatkeqësi dhe është për keqardhje që me gjitha këto mundësi ende të kemi besimtar, madje në masë jo të vogël, që stacionet më të rëndësishme, njohuritë më elementare që kanë të bëjnë me Muhammedin alayhi salatu wasallam, ata nuk i dinë. Kështu që kemi të domosdoshme të ndërruar që të mësojmë për biografinë e pejgamberit son, për veten tonë, pastaj edhe për familjarët tonë dhe për shoqërinë tonë në përgjithësi. Pse duhet me mësu për Muhammedin alayhi salatu wasallam?
Këta është ka shumë arsye. E para për ty në është se mësimi i jetës e pejgamberit alayhi salatu wasalam është realisht mësim për fen tonë. Nuk i mundësi me mësu fen tonë, nuk i mundësi me shpëtu nga lejthitjet, devijimet, nuk i mundësi me shpëtu nga kurthat e shejtanit, nëse nuk e njeh Muhammedin alayhi salatu wasalam. Fatkeqësisht në jetën tonë sot të ndërlozër, jorë reprezentohen edhe forma të ndryshme të fesë, qysh duhet me qenë musliman. Dhe anashkalohet tërësisht dhe fatkeqësisht pejgamberi alayhi salatu wasalam. Njerëz duhet me mësu fen pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, pa hadithe, pa sunet. Duhet me mësu fen sipas tekeve të tyre, që përshtatin fen jetës së tyre, epsheve të tyre, tekeve të tyre. Dhe padyshim se kjo është një nga tendencat më të rrezikshme historike që ne sot me to ballafaqohemi për shtrembrimin dhe devijimin e fesë Allahu te bareku teala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam me mësimet e tij dhe me udhëzimet e tij dhe me thëniet e tij dhe me shpjegimet e tij është garancë për mësimin e duhur të fesë. E pas pejgamberit alayhi salatu wasallam janë shokët e tij, të cilët e pasuan sinqerisht dhe besnikërisht i përcjellën mësimet e tij deri tek ne. Prandaj të ndërruar vëllezër, ai që dën besim të pastër, ai që dën adhurim të drejtë, ai që dën sjellje dhe edukat të kompletuar dhe si duhet, e ka të domosdoshme që ta bën tërë këtë përmes Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj ne kemi nevojë me mësu për pejgamberin pse? Nga se mësimi i jetës së tij është realisht pjesë e fesë tonë. Është pjesë e fesë, nuk ndahet feja nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Islami nuk mund të ndahet nga jeta e dërguarit alayhi salatu wasallam. Prandaj sa më tepër e njohim pejgamberin, më tepër e njohim fen. Sa më mirë e njohim pejgamberin, më mirë dhe më sigurt e njohim edhe fen tonë në përgjithësi. Kështu që ne duhet ta mësojmë këtë çështje me rëndësi për të garantuar pastaj edhe mekanizma mbrojtës për fen tonë, me rujt fen tonë, jo fen Allahut, Allah ruan fen e vet, por fen tonë për veten tonë, për kuptimin tonë, për adhurimin tonë, për veprat tona, përmes udhëzimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ndërmjetësor Allahu te barek o taala në Kur'an ka kërkuar nga ne që ne të bëjmë vepra të mira. Do të thonë, njeri i mirë është ai që bën punë të mira. E cila është puna e mirë? Ku me ditë na se bëjmë punë të mira? Shumë njerëz bëjmë punë të caktuara dhe pretendojnë me bindje se janë punë të mira. Mirë, ku e din të se është kjo punë e mirë? Ku e din? Kush të garanton se kjo është punë e mirë? Po unë po them, në rregull, po ti s'ki me gjyku veten tonë. Ti ke më shku tek Allahu te bareku teala, ai është gjykuesi, ai është gjykatësi të gjithëve. Çka është garantues se veprat që po i bëjmë janë të drejta, janë të mira? Garantues për këtë është jeta e pejgamberit alayhi sallam. E ndjekim udhëzimin e tij, udhëzohemi. Andaj edhe pejgamberi alayhi sallam ka përmendur se rruga e vetme për të arritur në xhenet është rruga që kalon ka udhëzimet, ka mësimet dhe ka jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ai që don besim të pranuar, ai që don vepra të pranuara, që mos të shkon mundi i kot, mos të lodhet kot, duhet ta bën përmes rrugës së pejgamberit alayhi sallam. E që ta bëjmë përmes rrugës së tij, duhet ta njohim pejgamberin alayhi sallam. Kush është ai? Prandaj të vëllezër, mungesa e njohjes së pejgamberit alayhi sallam ka bërë që në fakt për hapur risi të shumta. Njerëz Allahun e adhurojnë, por me risi, me bidate nga më të ndryshmet, që nuk janë pjesë e fesë. Pse ndodhin këto gjëra? Pse përhapen këto risi? Pse përhapen këto bestytni në mes të njerëzve? Pse janë besimtar? Për shkak se njerëzit nuk e njohin praktikën e pejgamberit alayhi sallam. Çfarë ka bërë dërguari alayhi sallam nuk dim. Andaj me zaventu një bestytni në jetën tonë me inkuadru, duke largu nga praktika udhëzimit të pejgamberit është humbje e madhe. Andaj është humbje me zaventu praktikën e pejgamberit, udhëzimin e pejgamberit alsam me risi, bidate, bestytni nga më të ndryshmet, që realisht janë komplet në shpërputhje me udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ai të ndërgozur
na kena obligim me besu Allahun sipas asaj që ka mësu Allahu pejgamberi alayhis salam. Andaj me të pranu veprat tuaja, do të më qyr a ka bërë kështu pejgamberi alayhis salam. Do ta njohim jetën e tij, gjithashtu të ndërrozë për shkak se në varr kena më u pyet për të. Na besojmë se vdekja nuk është fundi. Vdekja është një kalim nga një mënyrë e të jetuarit në mënyrë tjetër të jetuarit. Që kjo vdekja? Kemi jetuar mbi sipërfaqen e tokës me përgjegjësi të caktuara, me mision të caktuar, me obligime të caktuara, me detyra të caktuara, dhe gjitha këto marrin fund dikur. Jeta e njeriu ka fund, njeriu përfundon dikur. Mirë, kur vdes njeriu, del shpirti, çfarë ndodh me të? Na besojmë bindshëm se njeriu nuk shkatërrohet tërësisht. Po trupi i tij bëhet pjesë e dheut. Mishin e hajnë, domethënë insektet e tokës, mbetet vetëm ashti i tij. Dhe shumica nga ky asht, nga kjo strukturë, eshtrash edhe kjo shkatërrohet, mbetet pak nga njeriu. Mirë, po na besojmë bindshëm se Allahu ka më ringjall njeriu. E ka krijuar nga asgjëja. S'ka qenë fare Allah e ka krijuar. E ka krijuar nga një pikë uji. E si nuk e ngjall pastaj? Padyshim që Allah ka mundësi me ngjall, dhe ai e din kur e bën këtë. E në varr jeton shpirti i njeriu në esencë. Çka ndodh me të? Çfarë bëhet atje? Edhe për to kemi udhëzime. Ku i marrim këto udhëzime? Te Muhamedi alayhis salam. Nga që na ka mësuar dërguari alayhis salam të ndërvëzër është se njeri kur vdes dhe të vendoset në varrin e tij dhe largohen anëtarët e familjes prej tij, vinë dy melek te koka e tij dhe e pyesin. Kjo nuk është imagjinat, kjo nuk është tryllim, kjo është realitet, kjo është e vërtetë që secili për njerëzve ka mu përballë me këtë, sa do se nesër. Dhe këto tri pyetje janë vendimtare për rrugtimin e më të tjeshëm, në shpëtim apo në humbje e dështim, në siguri apo në trishtim, frikë dhe pasiguri. Ande këto tri pyetje janë të rëndësishme, për neve janë jetike, do domosdoshmë u marr me to. Qase janë qendrore për jetën tonë, të kësaj dunjaje, të varrit, të ringjalljes dhe për gjitha fazat e rrugtimit tonë deri në takim Allahun te barekutaala. Pyetja e parë është kush ka qenë Zoti? Në kanë ke besuti, kanë ke adhuruti. Adhurimi është çështje e rëndësishme. Sigurisht do të flasim për të në hutbën tonë sot inshallah. Pyetja e dytë, feja jote. Me çfarë rregullash ke jetuti? Dhe pyetja e tretë, përmbyllse, vulja, ky njeri që kemi dërguar kush është? Çka din ti për Muhamedit alayhis salam? Çka din? I dërguari Allah, tjetër çka din për të? Do kimu pyet për jetën e tij, jo për detajet normal. Po për stacionet kryesore kimu pyet, çka din për të? A din ku e dërgu? A din çfarë kanë qenë mësimet e tij kryesore? Stacionet kryesore të jetës së tij që do të flasë për to, a i din këtu? Ne mësojmë për pejgamberin që ta garantojmë besimin e dur, veprat pranuara, një jetë mirë, cilësore në këtë dunjë, po një shpëtim të sigurt në varrin ton kur pyetemi për pejgamberin alayhissalam, na kena mordije, na kena dëgjuar për këtë njeri. Dhe jo vetëm që dim emrin e tij dhe prejardhën, po ne dim shumë më tepër se kaq për të. Dhe sa më tepër që dim për pejgamberin alayhissalam, më tepër sigurojmë edhe besim për Allahun, edhe për Islamin, edhe për të dhënë përgjigje të duara, të kompletuara, të sakta në natën e varrit ku të gjithë kena më ballafaqur me të. Për këtë mësojmë për pejgamberin son. Andaj është e mjaftueshme kjo? Patyshim se po. Patyshim se po. Të ndërrozë nuk ka shpëtim as në dunjë, as në varr, as në ahiret përveç përmes rrugës së pejgamberit alayhis salam. S'ka tjetër. Dhe kjo është evoluosur, kjo ka marrë fund. Kështu ka gjykuar Zoti i gjithësisë, i qiellit dhe i tokës. Allahu te bareku-teala. Gjithashtu ndërrozë Allahu te bareku-teala në Kur'an kur flet për besimin e Allahun, flet për ditën e gjykimit, që janë bazat e besimit dhe esenca e ekzistimit ton, përmend se shembulli jonë është Muhamedi alayhi salatu wasallam. Shikoni e lidh këtë model, këtë shembull me besimin e Allahut xhallahu ala dhe besimin në ditën e gjykimit. Është më rëndësi me ditë kush është pejgamberi alayhi salatu wasallam që ta dish si me pasu, ta kesh shembull. Laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira. Allahu tha në Kur'an, ju e keni shembullin më të mirë dhe të vetmin te Muhamedi alayhi sallam. E keni shembull mirë, që me pas shembull ku nuk e njohim, nuk dim për jetën e tij, nuk dim çfarë ka bërë ai, nuk mund të pas shembull. Mund ta kesh qaf me pas shembull, por realisht bëhet shembull, realisht bëhet model kur ti mëson për jetën e tij. Ai kena me mësu këtë jetë spaku në stacionet kryesore, që të orientohemi në binaret kryesorë të jetës për ta ndjekë dhe pasuar shembullin më të mirë që e pat njerëzimi ndonjëherë nga ekzistimi deri në fundin e tij. Ai është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për kënë shembull, Allahu tha, ju e keni shembull mirë, kush ai? Para që besën Allahun ditë e gjykimit dhe e përmend Allahun shpesh. Andaj, këta që janë të këtij besën Allahun ditë e gjykimit e kanë shembull pejgamberin. Nga se sikur se thash, nuk ka mundësi me besu Allahun as ditën e gjykimit përveç se përmes mësimeve të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj këta e kanë shembull. Ne duhet të kemi shembull në gjitha fushët e jetës Muhamedit alayhi salatu wasallam. Si ka besuaj, si e ka adhuruar Allahun ai, si sjellej. E ato që i përmenda më herët, që ai të shndrohet një shembull që ne ndjekim, gjuhëm që ne i pasojmë. E për të qenë kjo e mundshme, e ka një kusht. Kushti i parë është ta njohim pejgamberin alayhi salatu wasallam. S'mund pa njoft, nuk mund pa njoft. E kjo është ajo që na bën me fol për jetën e tij. Tash me fol jo në detaje, e pse për këtë ka nevojë. Po kemi shpjeguar në këtë xhami krejt jetën e tij, në dersë sabat, nga fillimi deri në fund, në afërsisht 150 ligjërata. Krejt detaje jetën e pejgamberit. Tash këtu do të marrim sikur thash stacionet kryesore të jetës së tij, që ta kemi një mbështjellës të sigurt, ta kemi një kornizë të fuqishme stabile për ndjekjen, pasimin dhe besimin duhur në Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe gjithë të vëllezër, nga ajo që tash ka shumë, po që mund ta përmend është që na bën me mësues për pejgamberin alayhi salatu wassalam se ne si njerëz në vazhdimsi duhet të edukohemi, e të përmirësohemi, e të formojmë vetëm në vazhdimsi, për shkak se forcat deformuese janë shtu në kohën tonë. Ka shumë faktorë që na deformojnë mënyrën e menduarit, na deformojnë kuptimet tona, na deformojnë mënyrën e jetës tonë, sjelljet tona, të folrit tonë. Shumë gjëra realisht kanë marrë një formë të çorëditës në kohën tonë. Andaj për një formim të duhur, për një edukim, por edhe për përmirësim të duhur të vetvetes dhe shoqërisë, na duhet me njoft metodën që e ka përdorur pejgamberi, çuçi ka formuar sahabët, çuçi e ka ndryshuar ai realitetin e kohës së tij, nga një popull në ignorancë, në bestytni, të zhytur në paganizëm, i bëri zotni të dunjas, i bëri ndriques në errësirën e asaj kohe. Si e doli? E po pyetja në këtë është ta njohim pejgamberin alayhis salam, ta njohim jetën e tij e shumë të tjera që realisht kanë të bëjnë me këtë çështje të ndërrozur. Prandaj lista është e gjatë e pikave që flasin, si përgjigjen këtë pyetje, pse duhet të mësojmë për pejgamberin? Pse ta njohim pejgamberin sa? Unë i përmend disa nga ato brenda kohës që e patëm dhe besoj se janë të mjaftueshme për të arsyetuar këtë rrugtim, por edhe për të garantuar vëmendje dhe koncentrim të mjaftueshëm në takimet e ardhshme kur flasim për pejgamberin alayhis salam, kur flasim për stacionet kryesore që do të kalojnë për to të marrë nga jeta e Muhamedit alayhis salatu wasallam, që ta përmirësojmë fen ton, ta sigurojmë besimin e duhur, adhurimin, ta kemi shembull, të garantojmë përgjigje të duhura të sakta në botën tjetër, në varr, fillimisht pastaj tutje, dhe gjithashtu të kemi në dorën tonë një metodë të sigurt, të garantuar për përmirësimin tonë dhe të familjeve e shoqërisë tonë në përgjithësi. Allah na mëson që të jemi ndjekës të denjë e të sinqertë të Muhamedit alayhis salatu wasallam, dhe që me përkushtim dhe njohuri të duhur dhe sinqeritet dhe devotshmëri e praktik në jetën tonë, ta ndjekim udhëzimin që e la i dërguari alayhis salam, e që Allahu tha:
wa in tuti'uhu tahtadu. Kjo është vula e këtë asaj që thamë. Nëse i bindeni pejgamberit e sam, i bindi mësimet e tij, e ndjekni rrugën e tij, Allahu garanton duke qenë tahtadu, do të jeni të udhëzuar. Do të jeni të udhëzuar, do të jeni në rrugën e drejtë, të shpëtuar nga lejthitjet, devimet e kësaj dunjaje dhe sikletet e problemet e dënimet e botës tjetër. Allahu na udhëzoft e na përmirësoj gjendjen tonë me këto mësime dhe me këto udhëzime që na i la pas vete Muhamedi alayhi salatu wasalam. Me kaq për këtë pjesë, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.